Çështja e dytë, kur janë sigurimet haram, edhe me punu në atë kompani është haram. Nëse prodhimi i alkoolit është haram, e punëtori që punon atë çka? Nëse banka e cili jep komat është haram, e me punu çat sektor çka? Çka bën ajo? Nëse mishi i derrit është haram, edhe është haram për ne muslimanëve. E tash me punu një thërtore të derrit, çka i bën? I bën haram edhe punëtori punu aty. Nëse në kazino është haram, edhe puna që bën kazino çka është? Është haram. Sepse veprimi i cili bëhet në kazino është këtë haram. Andaj edhe puna të është haram. Dhe kështu me radhë. Pra puna në për kompani të sigurimit, më parim është haram. Më parim është haram. Ka me dikush aty, o hy, nuk ka gjithë vend punës tjetër, apo është ozuma si ka hy aty, edhe hajdet me gjithë një vend tjetër punës, respektivisht më mënu me gjithë një vend punës. Nashta gjanë, jale tani madhe zët. Do të më mundu me gjithë një vend punës.